Besoj si që dhe keni kuptuar nga sigla, jemi tek kalendari, jemi tek horoskopi ekonomik, mbeti te kalendari, po me gjitha të, shkojmë dhe shohim se si do t'jetë dita për 12 shenjat e zodiakut. A do të jetë e favorshme fillimi i kësaj jave apo jo? Le ta shohim së bashku se si do t'jetë pikërisht për shenjën e Dashit. Sot mund të ndjeni më nervoz ose impulsiv se zakonisht. Kujdes me reagimet e shpejta, sidomos në punë ose në biseda me persona autoritarë. Është një ditë e mirë për të reflektuar dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm, jo për të marrë vendime të nxituara. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, Demi. Dita favorizon stabilitetin dhe çështjet praktike. Do të ndjeni më të përqendruar dhe më të sigurt në atë që bëni. Në punë, rezultatet vijnë ngadalë, por e rëndësishme është të thuhet se janë të qëndrueshme. Në marrëdhënie kërkoni qetësi dhe siguri emocionale, shmangni debatet e panevojshme. Shkojmë më tej tek binjakët, janë shenja e radhës, le të shohim nëse do të kenë sa do pak fat në nisjen e kësaj jave. Jemi në fillim të janarit, siç edhe mund ta keni ndjekur përgjatë atij edicioni special, dim të themi që shenjat do të jenë më të favorizuara, të paktën një pjesë e mirë e tyre gjatë këtij viti të ri në 12 muaj, por po, thuhej që fillimi i vitit do të ishte pak i vështirë, gjë që ne po e vëmë re edhe në këtë parashikim të sotëm. Sa i përket pikërisht binjakëve, energjia mendore është e lartë dhe idetë nuk ju mungojnë. Është një ditë shumë e mirë për komunikim, studime, takime ose sqarime. Riktheheni vrullshëm në vitin 2026. Mund të merrni një lajm interesant që ju hap rrugë të reja. Kujdes vetëm të mos shpërndaheni në shumë drejtime një herës, që është një nga problematikat më të mëdha, jo vetëm të binjakëve, po të 12 shenjave të zodiakut të vendosin fokusin në një çështje të vetme, ta bëjnë atë prioritet dhe të përfundojnë së pari me arritjen e saj për të kaluar pastaj në detyra të tjera. Është pak e vështirë të bëhet ndarja, por duhet ta bëni sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Për të vijuar tashmë me shenjën e radhës, jemi tek Gaforia. Emocionet janë më të thella sot dhe mund të ndiheni më të ndjeshëm. Kjo ju bën më empatik, por edhe më të prekshëm nga ana tjetër. Merrni kohë për veten dhe për familjen, në punë ecni me qetësi dhe mos u mbingarkoni. Mbi gjithçka tjetër, në çdo vendim që merrni, qoftë ky personal, qoftë i lidhur me fushën tuaj profesionale, dita kërkon qetësi. Qetësi emocionale, sepse siç po thash edhe pak më herët, do të jetë një ditë e ngarkuar emocionalisht dhe ndoshta vendimet të cilat merren mbi baza emocionesh nuk do të jenë më të mirat e mundshme, kështu që duhet së pari t'i garantoni vetes qetësinë për të vijuar më tej me vendime të suksesshme. Shkojmë tek shenja e radhës, do ndalemi së bashku tek Luani, ambiciozët e horoskopit e për cilët paralajmërohet se ky do të jetë viti i tyre, rendite në krye të 12 shenjave të zodiakut në aspektin e karrierës dhe atë financiar. Sot keni dëshirë të dalloheni dhe të merrni iniciativën, gjë që ndodh kurdoherë çështja drejta me Luanin. Energjia është pozitive, sidomos nëse keni një projekt personal ose një ide për të çuar përpara. Do të keni një lloj magnetizmi përgjatë ditës së sotme, kështu që bëni mirë ta shfrytëzoni atë për të parë hapa të ardhshëm, të suksesshëm në karrierën tuaj. Nëse krijoni balancën, është pikërisht ajo që do t'ju çojë përpara dhe do t'ju garantoj suksesin. Për të vijuar më tej me shenjën e radhës, jemi tek Virgjëresha. Virgjëresha do të ketë një ditë ideale për organizim, për rregullime dhe për plane afatgjata. Jeni praktik dhe të përqendruar në detaje, gjë që ju ndihmon shumë në punë. Mund të kërkoni patjetër më shumë qartësi dhe sinqeritet, por duhet sërish të ruani balancat dhe të mos tregoheni tepër kritik e të ashpër, sepse kjo do t'ju ndikojë më tej në mënyrën se si pikërisht ndërtimi i këtyre marrëdhënieve ndikon në fushën profesionale. Shkojmë tek Peshorja, për cilën harmonia dhe ekuilibri do të jenë tema kryesore e ditës. Keni nevojë për paqe dhe për marrëdhënie të qeta. Është një ditë e mirë për të zgjidhur keqkuptime ose për të forcuar lidhje të rëndësishme. Në punë, bashkëpunimi do të sjellë rezultate më të mira se sa të veproni krejt të vetëm
Pra gjithçka lidhet me mënyrën se si ju i shfrytëzoni kontaktet dhe bashkëpunoni mbi gjithçka tjetër me ta, është e vetmja formë për të garantuar suksesin dhe për gjetur këtë ekuilibrin mbi të cilin, le të themi, bazohet dita e atyre që përkasin shenjës së peshores. Shkojmë më tej tek akrepi. Energjia është intensive dhe intuita shumë e fortë, mund të kuptoni gjëra që të tjerët nuk i vënë re. Sot favorizohen ndryshimet dhe vendimet e thella, por tregohuni mendje hapur, mos u mbyllni brenda guaskës suaj, por gjithmonë duhet të jeni shumë të gatshëm për bashkëpunim dhe për të pranuar edhe idet e të tjerëve. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, ndalemi tek shigjetari. Dita ju shtyn të mendoni për të ardhmen, për qëllime më të mëdha. Mund të ndjeni nevojën për ndryshim ose për një plan të ri, gjë që duhet thënë se shigjetari ka kohë që e mendon dhe planifikon një ndryshim, një strategji të re, të përdor më shumë kreativitetin për të parë arritje në fushën profesionale. Gjitha këto duket se kanë qenë në horizontin e kësaj shenje të horoskopit për muaj e muaj me radhë dhe tani ka ardhur momenti që të filloj dhe të konkretizoj. Në punë mendoni në mënyrë strategjike, do duhet të jeni patjetër shumë të sinqert dhe të keni një komunikim të hapur. Pra gjërat që mendoni, ti ndani edhe me të tjerët, jo duke i ndrydhur opinionet tuaja, sepse kjo nuk do t'ju çojë asgjë kundi. Përkundrazi, do t'ju lërë në vend numëro dhe nuk do të shihni rezultatet të pritshme. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, shohim së bashku se si do të jetë dita për Bricjapin. Jeni të fokusuar dhe të disiplinuar, si zakonisht, gjë që është shumë normale për këtë shenjë të horoskopit. Por kjo ju sjell avantazh të madh, sidomos ditën e sotme. Është një ditë e mirë për punë serioze, përgjegjësi dhe vendime afatgjata. Përpiquni që të mos lini emocionet në jetën tuaj personale pas dore për hir të detyrës, sepse të dyja këto janë të ndërlidhura dhe ndikimi mund të jetë realisht i madh dhe mund t'ju vendos në një ambient sfidues për cili do t'a keni vështirë të dilni. Vijojmë më tej tek ujori. Sot mund të ndjeni pak më të tërhequr ose më të paqartë emocionalisht. Është mirë që të mos e lodhni veten me shumë angazhime dhe për te angazhimeve edhe me shumë mendime. Merrni kohë për reflektim dhe për ide kreative. Një bisede sinqert me dikë të afërt mund të jetë zgjidhja për t'ju qetësuar. Kjo sa i përket edhe ujorit dhe në përfundim do të ndalemi tek shenja e 12 e zodiakut, që është shenja e peshqve. Le të shohim së bashku se si do të jetë kjo e hënë për ta, si nis kjo javë, sapo ka nisur janari. Nuk do të jetë nga shenjat më të favorizuara, të paktën nga ajo çfarë dim dhe thuhet nga astrologët, por nuk harroj t'ua kujtoj edhe në këtë vit të ri që jeni ju që e bëni ditën dhe jo dita që ju bën ju, kështu që këtë duhet kemi parasysh edhe peshqit. Ndonë se nuk renditen fort mirë në parashikimin që astrologët japin sa i përket vimësisë së tij, të paktën në karrierë dhe në financa për gjatë vitit 2026. Ndjeshmëria dhe imagjinata do të jenë shumë të forta sot, është një ditë e mirë për krijimtari, art ose reflektim personal. Pra, ata që do të jenë të angazhuar në këtë fusha, le të themi që do ta kenë ditën pak më të thjeshtë dhe më të favorshme. Duhet që të kërkojnë në brendësi për emocionet dhe ato t'i vendosin në praktik, sidomos në fushën profesionale. Janë njerëz të cilët funksionojnë përmes intuitës dhe përmes kreativitetit dhe këtë pikë të fortë të vetes do duhet që ta shfrytëzojnë maksimalisht. Kujdes që të mos humbisni në mendime dhe të mbani sërish kontaktin me realitetin përtej kreativitetit që ju karakterizon. Këto janë gjërat më të rëndësishme që ata që përkasin shenjës së peshqve duhet të dinë për ditën e sotme në mënyrë që ajo të jetë e mbarë dhe pa shumë barre emocionale, sepse mjafton shiu dhe e pam që dita do të jetë me shi, kështu që është mjaftueshëm. Mbetemi tek shiu dhe le të shijojmë të aspektet pozitive që na tregohen nga Paulo Fox, një nga astrologët më të njohur dhe më të besuar botërisht, sikurse edhe e dim.